Sa herë prezantojmë këtë program, nuk e kupton askush derisa e sheh një video të tillë. Po përveç kësaj video është edhe një pjesë tjetër që bën Aloma kuptueshme një program të tillë, e ato e bëjnë alumnaj të programit, ose pjesëmarrësit e rinj të diasporës që kanë qenë pjesë e këtij programi. Para se me kalu të ta, të cilat i kemi në Gjermani një grup shumë të madh dhe sot janë këtu vojë 5 muaj. Diçka e tillë, 4 prej tyre kanë me nda historinë prej perspektivës së tyre. Çfarë ndikimi ka pasur ky program? Po para se me kalu atje, e kemi edhe një performancë artistike që flet për ta vëllë, prej një bashkëpunëtore tonë të mëshme në Gjermani, nga Berlini, e kisha ftu Jehon Jahaj. Edhe i kisha ftu Exonin me match performancën me një... Ma mirë këtu atje. E sa kime ne për më pysin kur po ti. Se shpesh për merë malli për mallet e Shqipërisë, dhe lisa gjatë që vërtet kam përmend ditë natë. Qashtu kur je shqipe nga Kosova, me shpirt aq të madh që na ka rënë rrugëve. E sa vite jena larguar i dashur atë, po a përshet që s'kena haruar, se shumë jam bëlje. Po ambëljen edhe jetët që kemi ndërtuar në përballë shtjella, dhe vetë ujë këtu jashtë larg teje. Zu Hause ist auch Deutschland, Schweiz und die ganze Welt. Austria, Anglia, Amerika, dhe bota mbar, gjithë e dim që jemi shqiptar. Nona, Baba, and all the fam are with us wherever we are. For if you forget where you're from, you'll never know where you're going. Birds are made for the skies, ever, with heads turned like our eagle and feathers shed between two worlds so we can create our own. Esot Yakuyeme started from the bottom, now we're here. Set free from chains in 1999, hearts full with roots and mountains, our people gave us, so we plant seeds, bloom like roses, and grow wings. Se Shqiponia ka lind me fluturu. Atëherë, përveç Gjermanisë, pjesëmarrës të programit origjinal këtu prezant me ne sonte janë edhe prej shteteve tjera. Po përveç kësaj janë prezent nga gjenerata të ndryshme. Deri në këto momente ne i kemi pas 7 gjenerata të cilat kanë kalu në këtë program prej vitit 2022. E mira është që i kemi prezent në sallë dhe kanë me prezentu prej 4 gjeneratave të ndryshme. E fatmirësisht e kemi Jetnisin, që është nga Belgjika, edhe ka qenë pjesë e grupit të parë të originalit në vitin 2022. Kështu që e kisha fillu me Jetnisin, të cilin e ftoj në skenë. Ndoshta pak më lehtë kështu me mikrofon dorë. Deshta së pari të falenderoj Gërminin për faktin që si gjithmonë organizon diasporën flet në mënyrën më profesionale dhe mundet na mbledh të gjithë bashkë me disa panele dhe programe të ndryshme. Unë jam Jetnis Avdijaj, jam nga komuna Deçanit dhe kam lindur në Kosovë, po kam ardhur në Bruxelles, Belgjik, me prind kur kam qenë beb pas lufte. Sot jam inxhinier në aeronautik dhe punoj si asistent në fakultetin e Bruxellit si inxhinier. Kam marrë pjesë në edicionin e parë të originalit, edhe më shumë se sa kemi pa këtu në dokumentar, besoj që tregimi dhe dëshmit se secili prej nesh këtu do të marrin, do të japin një vlerësim tjetër për jush, se sa më shumë se një ekskursion të thjesht të dy javor. Eksperienca originalit është themeluese. Sepse edhe pse isha rritur në Belgjik, Bruxelles,
kisha mundësinë të shkoj shumë shpesh në Kosovë, ku kisha shumë prej familjarëve të mi. Kështu që kisha një lidhje të veçantë me Kosovë. Por kur mora vesh ndëgjova për programin original, u interesova shumë sepse isha shumë kurioz të mësoj më shumë për vendin tim, sepse kishte shumë vende në Shqipëri ose në Kosovë kur nuk isha qenë kur nuk isha dëgjuar më herët dhe ishte thjesht një rast i veçantë për të mësuar më shumë. Kështu që eksperiencë themeluese, për shkak që edhe pse kisha dëshirë më kthy në Kosovë mi pa shokët edhe familjen, tash e kisha një dëshirë më shumë për të mësuar më shumë për kulturën, të takoj të ri të ndryshme nga krejt diaspora edhe sot sa po bojnë, kohorta parë ka qenë 2022 nëse nuk e bëj. Dhe me thonë, po bojnë më shumë se 3 vjet e gjys tash, edhe javën e kalume kisha hala kontakt me disa persona prej kohortës të parë. E di që ka disa persona nga stafit Gërminit ku janë në Bruxelles ose kena mundësi mu taku në Kosovë, hala flasim bashk, marrim kohë për me pas një kafe bashk, edhe pse jam nga kohorta e parë të originalit, përmes rrjeteve sociale vazhdoj të ndjeki edhe eventet e kohortave të ndryshme. Kështu që gjatë dokumentarit ishin disa prej tyre që i ndjesha përmes rrjeteve sociale, edhe kështu që është pak më shumë se vetëm 2 javë kur të takon persona të reja, studenta të ri dhe originalca të tjerë. Është thjesht një si tham në ndjenje e veçantë sepse je i lidhur me krejt prej originalës tjerë. Sot mëngjes e kisha kënaqësinë të takoj disa prej gjeneratës kohortës së 4, së kohortës së 6, 7, edhe e kishim bisedë, ku ja keni fillu, çfarë aktivitete keni bën, edhe i kishim disa pikë të përbashkëta, po kishim gjithashtu edhe pikë të veçanta, ku mu ishim mësuar njëri prej tjerit, edhe pse nëse i kena bot njëjtin program original, ata i kishin ato veçantarijet e veta, na i kishim tonat, edhe mu ishim ndru njëri me tjetrin. Kështu që mu me jep disa historia tjera përmes originalit, mu ka jep mundësia me shku me taku originalsa në për shtete tjera, për originalsa që kanë ardhur në Bruxelles me cilët jena takuar, edhe gjithmonë kur shkojmë në Kosovë ose në Shqipëni, nëse jena në qytetin e njëri prej tjerëve, lajmërohem njëri me tjetrin dhe nëse na jepet mundësia takohemi. Edhe besoj kjo nuk është vetëm për originalcat e kohortës së parë, po edhe për kohortat e dyta. Kështu që kisha dashur me përfundu këtë fjalimin tim, në thonë, nëse keni mundësinë me mbështet këtë program, ju kisha tregu që kishi po mirë me shpenda, nëse ngjeni persona që kanë fëmijët e tyre që mundën me marr pjesë, thjesht është diçka që është motivuese, edhe nëse jepet mundësia me mbështet financiarisht këtë program, ju kisha tregu më së zitani se është shumë eksperiencë themeluese për të rinjt. Është më shumë se vetëm u shku në Kosovë 2 javë ditë. Faleminderit. Shumë faleminderit Jetnis. Më pëlqej që kjo originalsa, me të mek, aje original asje. Tash e kisha ftu Leonën, prej kohortës së dytë, në vitin 2023, me nda historinë e saj. Përshëndetje të gjithëve. Para që ja filloj më fol për eksperiencën time dhe më ju thonë kush jam unë. Ndosh më ju thonë se jam shumë excited, kështu që më fajni nëse bëj gabime në gjuhën shqipe, është herë e parë që po flas para shumë njerëzve në gjuhën shqipe. Unë jam Leona Osmanaj, edhe që ka thonë Lerimi, kom marrë pjesë në kohortën e dytë të originalit. Jam lindë, jam rritë në Hanover, Gjermani, edhe jam gjenerata e tretë në Gjermani. Prapë për familjen time, o kanë shumë rëndësishme me na mësu gjuhën shqipe, edhe në shtëpi gjithmonë i kena folë gjuhën shqipe, o kanë shumë rëndësishme me na mësu për kulturë, edhe me krijuat dashurinë për vendin tonë. Ku t'je dalë, do më thonë, jam shku në shkollë, në fakultet, në
tjera aktivitete, nuk më pas shumë shqiptar rreth meje, do më thonë, nuk kena pas shoqata në Hanover, edhe hala nuk kena, kjo ka ndiku shumë. Edhe kështu që nuk më pas shumë njerëz me nda, edhe me nda këtë eksperiencë që është më kanë mes dy botave. Si fëmijë i diasporës, gjithmonë në kjetë pyetje, ajo me këtujt, ajo me atjet. Do më thonë, unë jam shumë e integruar në Gjermani. Nuk po të dëgjohet mirë? Jo, ta Më pas fal. nuk po të dëgjoj. Unë nuk me bakë shumë, nuk funksionoj ke As mirë. mundesh më bëj? Jam pak nervous, po. Okej. Po s'po ndina ta mbas. Faleminderit. Ku me të... po, më falë. Do më thonë, jam shumë e integruar, ama edhe flas gjuhën që mi, ama prapë se prapë vina të pyetje për gjermanëve, pikajt je, apo, sa mirë për falë që gjuhën gjermane, ama për mua ajo është normal, se unë jam rritë në Gjermani edhe shkon tërp mos me ditë çaq mirë. Edhe në Kosovë, po vjen shumë keq me thonë, ama njësoj kom prijetu, do më thonë, kur nuk na kam pa krejt si Kosovar, familjen kam Kosovës, edhe unë jam kanë Kosovare e Gjermanisë, na thërthshin shaca, edhe po m'vjen keq me ju thonë, ama nuk është ndjenë në qatë që mirë nëse i njën këto fjalë. Kështu që po du me ju thonë, jam kanë mes, s'kum ditë, a jam aty, a jam këtu, a jam atje. Tani kur ka ardhë programe originale, u kam për mu pak se këthese, për parën ata njerëzit që i kom ujtë me njëftu, u kanë diçka shumë special për mu, do më thonë, u kanë hira e parë që i kom pas shansen më bashkëpunu me njerëz, ose më kam bashkë me njerëz që ndoshta mund kuptojnë pak ma shumë pa më shprej vetë veten, edhe që i din çka është problemi. Do më thonë, kena mësu për njëri tjetrit, edhe kena kalu një kohë shumë të bukur, edhe që kjo e ka bërë këtë eksperiencë originalit edhe shumë e mirë. Pika e dytë, që ka u konë tepër mirë, edhe që na ka sjellë originali, faleminderit edhe një herë, u konë mundësia edhe idetë ku mujmë na, si fëmijë i diasporës, më kontribu në vendin tonë, do më thonë, projekte të ndryshme, start-upsa, NGOs, më bë praktika, disa sene normalisht i kena ditë, ama shumë e shumë nuk i kena ditë, do më thonë, më kanë lidhë mu me shtetin tem, pak ma shumë, edhe ma kanë dhonat ndjenjet që ka njerëz që janë interesu me ditë ideja tona, ka njerëz që janë interesu me na nizanin, edhe ka njerëz që dojnë me na lidhë neve, rinin e diasporës me Kosovë, kështu që i kom kuptu se na rinia e diasporës me më kanë ajo urat që i lidhë troja shqiptare me botë. Me botë. Më falë. Edhe u kanë si pikë these për mu, për që ata, po du me ju thonë, është një program shumë rëndësishme, sidomos për fëmijë diasporës që nuk kam pas për rreth shumë shqiptar, edhe dikur e haron edhe rënjet, sidomos kur je generacione i 3 e 4, e kështu që nëse nuk e kena që si projekteve, është shumë vështirë më lidh me vendin tonë, edhe më bashkë punu me vendin tonë. Kështu që s'po du më folë edhe ma gjatë, po du vetëm me ju thonë, është një eksperiencë shumë e mirë, me shumë njerëz të mirë, edhe shumë e rëndësishme me financu këtë projekt, do më thonë, jep një pare, edhe nëherë shumë faleminderit për këtë mundësi më folë për eksperiencën tem që i kom pas në original. Faleminderit. Me fajnë për këtë kabinet që e bata. Gjelal, qele kuletën. Tash po du me ftu një djalë tjetër prej kohortës së 4, që është realizu në vitin 2024. Erioni.
Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Erjan Qala, jam kam pjesëmarrje në kohortën e 4. Jam shumë i lumtur që jam sot këtu në konferencën Diaspora Flet. Para që ja filloj, nëse bojnë e gabim, më fajni, edhe unë jam pak me emocione, edhe kur s'kam fol para qatë shumë njerëzit. Për mua ka qenë kjo përvojë shumë e bukur edhe dhe veçante. Kam njohur shqiptar nga shumë vendet e botës, nga Amerika, ka Kanadaja, ka Suedia, do me thënë prej krejt botës. Gjatë udhëtimit ton në Kosovë dhe Shqipëri, pa vendet e historike, mësua ma shumë për historinë tonë dhe për kulturën tonë të bukur. Secili prej neve kena pas një qëllim të njëjtë. Qëllimi jonë kanë me njoftu Kosovën dhe Shqipnin për anës historike, me na pru rajt e prindve dhe rajt e tona edhe kulturën, traditat ma afer. Ishte një ndjenjë shumë e mirë të jesh ma afer me rënjet e tona dhe kuptosh ma mirë që kush je. Atë lidhjen që na kena pas me zveti u kanë vërtet se na kena pas qëllimin e njëjtë. Do me thënë, edhe sot jom hala në kontakt me antarët e programit. Javën e kaluar jom kanë në Itali me ejmin e Kanadajës, me andisën e Kanadajës, do me thënë, jena shokët shumë të ngushtë. Kjo të regon që lidhjet që krijoam atë që janë të vërteta e do të zgjatin gjatë. Originali më kam mësu mua që kudo që jojna na shqiptarët, na jemi një me traditat, me dashurin se cili tjetrit edhe kulturën. Faleminderit shumë që kom pas qëtë mundësin mu kanë pjesë originalit që u kanë për mua pa harushme edhe po faleminderit që jom dëgjut për këtë mundësi që kam qëtash. I'm sorry, I'm so nervous, guys. Po, faleminderit. Zdu me gjatë ashtë shumë, faleminderit shumë. Shumë faleminderit Erjan. Edhe një prej alumnaj do të ndaj historinë e saj, e kjo është prej gjeneratës së fundit, kohortës së 7, që ka ndodhur para 3 muajve. Argjenda, lutem. Përshëndetje të gjithëve. Unë jem Argjenda Sejdiu, pjesëmarrëse e programit originalit në kohortin e 7, dhe më thonë në kohortin e fundit. Prej ardhjen e kam të Kosovës, ama jem lindur dhe jem rritur këtu në Gjermani. Programi original ma ka dhënë në mundësi me përjetu Kosovën dhe Shqipnin në një mënyrë shumë ndryshe si përpara. Kur shkojsha verës në Kosovë, zakonisht shkojshëm për me vizitu familjen, e jo për me vizitu vendet jashtë Prishtinës. Dhe më thonë, gjithmonë rishëm në të njëjtat vendet dhe me të njëjtit njerëz. Por atë dheu nuk është vetëm familja, është edhe vendi. Për shembull, kur me veçën shoqënia për rekomandime për me vizitu Kosovën ose Shqipnin, nuk disha me i kallëzu asnjë propozim, vetëm plazhet për shembull. Edhe me bikëmare që nuk mujsha me i tregu ma shumë. Kur dëgjova për programin e originalit, mendova kjo është një mundësi e veçantë për mu me vizitu vendin tim edhe me mësu ma shumë për historinë e për kulturën. Originali nuk u kanë vetëm në udhëtim, ku kemi pa shumë qytete në pak dite, por diçka shumë ma e thellë. Ajo që më ka prek mas shumëti, ka qenë shoqënia që u kriju. Nuk ishëm veç një grup që udhëton bashk, po u bëm si një familje e madhe. Hala e kena majtë kontaktin, sidomos na shqiptarë që jetojmë në Gjermani. Jemi taku disa herë mas programit, edhe sonte falenderoj Gërminin që na bashkoi me persona kaq të njohur e kaq me ndikim dhe për mundësinë me krijuar një network të rëndësishëm për tash e për të ardhmen.
Tash nuk kemi veç në shtëpi në Gjermani ose në Kosovë, po jemi të mirëpritur në çdo kohë në Amerikë, Angli, Norvegji, Belgjik e shumë vende tjera. Original ma ka dhënë diçka shumë të vlefshme, ndjenjen që kudo që jemi, na bashkon gjoku, gjuha dhe dashnia për vendin tonë. Faleminderit shumë. Përveç përshtypjeve që originali i shkakton tek pjesëmarrësit, çka jemi duke e vrejë çdo herë më shumë, është që original po ndikon edhe tek familjet e alumnajve. Është hera e parë që në këtë format ne e ftojmë një prind me e kallëzu ndikimin që e ka pas originali tek fëmiu i tij, edhe fatmirësisht këtë person e njohim gjithë, po originali ka ndiku që edhe na si Germin me i forcu lidhjet me prindin e një prej pjesëmarrësve. E kisha ftu Alis Aliun për me na tregu pak më shumë. Mirëmbrëma të gjithëve, kur e kemi për rritë funi, kur e kemi kontrolluar gjithë në fjalimi im i bromshëm, ka qenë i planifikuar si fjalimi së ardhës. Kjo është spontane dhe originale dhe plasante po i drejtohem jo si dikush nga ekipi organizativ, po si prind, si babai i emës. Kur kam dëgju për projektin original, ende pa kur gjë kam thënë, po t'inglon që t'jetë ndoshta projekti më i mirë që është nisë ndonjëherë në trojet tona. Kur i kam dëgju tregimet, kur i kam pa ato fotot, imazhet e ndryshme, e kanë vërtetu kaqja shumë këtë ndjenjë që kam pas dhe gjithmonë ka thënë, wow, mëndjes po pres që edhe kur t'i bëj ema 18 vjet, shpresoj ta ketë edhe kjo dëshirën që të lajmërohet dhe të aplikoj për një vend dhe këtë edhe e bëri si vjet dhe ishte në grupin e parë. Dhe si të them, kur ka ardhur në shtëpi, po them ka ardhur njëri tjetër. Kjo udhtim ka lënë gjurmë shumë të mira dhe as po di që shumë shpreh ndryshe. I ka dhënë diçka shumë të vlefshme, jo vetëm emës, po edhe neve si familje dhe gjatë gjitha atyre bisedave, natyrisht i kam pëlqyer plazhet e Vlorës, monumentet historike, gjithka që ka kanë vizitu së bashku, po më shumë dhe i ka lënë përshtypje njerëzit, të rinjt, shoqëria që me cilët i ka kaluar ato 12 ditë, që thot kanë janë ndoshta më të mira të jetës, por edhe ata njerëz që i kanë taku në Kosovë dhe Shqipëri, si ata që kanë pasur trauma gjatë luftës, por edhe ata nga ato kompani startup cilët kanë tregu se në këto vende ka shpresë dhe ka njerëz që kur nuk e kanë shu vendin, por janë suksesshëm. Dhe them nga perspektiva em si prindër, them ka qenë vendimi më i mirë që i kemi motivuar që të marrë pjesë dhe sot veç dua them shpërndajeni këtë program të familjet tuaja dhe fëmijët tuaj dhe rreth juaj dhe siç e thanë disa është shumë e rëndësishme nëse dikush nga ju apo nëse njëti dikën që ka mundësi ta ndihmoj këtë ta përkrah këtë projekt, të lutem e shpërndani dhe kërkoni ndihmë sepse është diçka shumë e vlefshme. Ende nuk di të shprehem aq mirë se çka ka sjellë kjo për gjithë ne, po gjithsesi është diçka që ja vlen të përkrahë dhe shpresoj se në diaspora flet konferencat e ardhshme të kemi gjenerata të shumta të original të cilët do t'tregojnë, do ta kenë rastin të kenë përvojën e juve dhe kolegëve të juaj. Gjera më vjen keq, diaspora flet është konferencë shumë e mirë, veç projekti më i mirë i Germin është Originals. Faleminderit. Nëse mundeni dy originalsa, me ndihmu me ose një me 5 minuta do të marr.
Po du unë mi ju tregu dhana për originalin, nuk s'kam nevoj me prezentimin dhe se mënyrën më të mirë nuk me bo asun. Pse një program i tillë, cila është e curia, cila është e ardhmja. Faleminderit. Original ka lind si një nevojë e kohës, cilën besoj ju në diasporë e kuptoni mas mire. Brezi i dytë, i tretë, e në disa raste edhe i katërt, është duke u rrit gjithnjë në distancë më të madhe prej origjinës. Prej origjinës jo vetëm si lokacion fizik, po edhe si lidhje emocionale dhe shpirtërore. Dhe duke u nis nga kjo nevojë, ne kemi kërku për modele cilat mund dhe me kriju një urë lidhëse mes brezit të ri edhe identitetit të tyre shqiptarë, cilin familjet e tyne përkundër dëshirës e kanë shumë vështirë me ja ofru. Është udhëtim transformues në disa dimensione, përveç se pjesëmarrësit njihen me të kaluarën, që është një nga komponentët e rëndësishme të programit, njohja e të kaluarës, si kemi ardhur deri këtu, është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu pse e kaluara ka rëndësi për neve në ditët e sotme. Edhe si kjo histori mundet me na bo neve me u lidh ma shumë me njëri tjetrin. Prandaj original i ka në përgjithësi 3 objektiva: mësimi i të kaluarës, si e kaluara ka rëndësi për neve sot, dhe si e gjithë kjo histori mund të na motivoj që ne të bëjmë diçka bashkë nesër. Çka përfshin programi? 2 javë tërësisht të mbuluara në gjitha këto lokacione që po i shihni. Ne i tashmë lokacione që janë me ngjyrë purple, fjollce. I kemi realizu këto tjera që janë me ngjyrë të hertë janë në plan për të realizu. Disa prej tyre do të realizojmë në kohortën e radhës që fillon me 17 nëntor, me cilën për herë të parë do të shkojmë në 3 vatona në Maqedoni të Veriut dhe do të përfundojmë në Korçë. Programi mbulon akomodimin, transportin, sigurimin aksidental, vizitat nëpër muze, takimet dhe çdo gjë tjetër. Pra është një program jashtëzakonisht i organizuar, sepse shpesh herë ne disa na thonë po këto mujna me bo edhe vetë. Gjithkush mundet me bo edhe vetë, po dallimi mes originalit edhe realizimit vetë, ose përmes një agjencioni turistik një diçka e tillë, është se kjo bëhet në grup, me njerëz që s'janë taku asnjëherë në jetën e tyre paraprakisht, edhe që vinë prej 4 anëve të botës, edhe realizohet në mënyrë jashtëzakonisht profesionale. Dikush që futet në program nuk ka mundësi me dalë deri ditën e fundit. Nëse del nuk kthehet më. Numrat e programit deri tash na tregojnë një gjë që shpesh ne jemi ballafaqu si pyetje. Shpesh jemi ballafaqu me pyetjen që diaspora nuk ka interes me u angazhu. Ose rinia e diasporës, edhe pse ekziston një problem i rritjes në distancë, nuk e ka interesin me u lidh me origjinën. Origjinali dhe këta numra e dëshmojnë të kundërtën. Këto numra e dëshmojnë që nuk është se s'ka interes, po s'ka platformë që e bën të mundur lidhjen me origjinën. 1800 regjistrime në platformë prej vitit 2022, mbi 1000 aplikime të përfunduara, të kompletuara, mirë por ne për shkak të mundësive kemi pas vetëm 235 pjesëmarrës, që i bie 20% e aplikimeve të realizuara. Çka është më e rëndësishme me e kuptuar rreth këtij programi është që ky janë grupi me potencialin më të madh shoqëror që ne e kemi si komb. Të ri, të rritur, të mirë integruar, të mirë edukuar në disa prej vendeve më të zhvilluara të botës. Në fusha të studimeve nga më të ndryshmet, në universitetet më të mira të Evropës dhe të Amerikës. Më të mirat, kur them, është Ivy League, Brussels, London, Berlin, e gjitha me radhë. Dhe me thonë, janë ajka, ose krem de la kremi i diasporës tonë. Edhe programi që ka e ka një element tjetër është, edhe u tha pak a shumë prej pjesëmarrësve, nuk përfundon me ato 2 javë.
Do të thënë vazhdon. Ato dy janë vetëm piknisja e një rrugtimi drejt origjinës. Dhe më e rëndësishmja është që shkon përtej komunitetit shqiptar. Secili jam shumë i bindur, secili prej pjesëmarrësve ka folë për këtë program me shokët, shoqet jo shqiptar. Që është një element jashtëzakonshëm promovimi dhe brandimi i identitetit tonë, cilën nuk mundet me realizu as një lloj gjë tjetër, as reklamat në për media të ndryshme, as promovime që bëhen të sponsorizuara, as gjë tjetër. Kjo mouth to mouth marketing që e bën origjinali është priceless. Sikur atë survey që e bënë me juve, na e bojmë një me secilin pjesëmarrës, edhe para dhe pas programit. Para prakisht i masim pritshmëritë të në, edhe pas programit paka shumë pyetjet e njëjta për me pa ndikimin. Qysh po mundeni me pa mbi 90% e tyre shprehen më të lidhur me identitetin, me Kosovën, me Shqipërinë, me njerëzit që i kanë taku dhe me njëri tjetrin. Të gjitha janë të dhëna të dokumentuara për 235 pjesëmarrës që tregojnë sa shumë ka ndikim të menjëhershëm ky program. Domethënë ndikimi është i menjëhershëm. E çka jemi duke bërë na është një lloj planifikimi e këtu munden me na hy edhe në punë edhe universitetet, një lloj studimi akademik që e përcjell ndikimin e programit ndër vite. Nëse dikush si jetnisi ka qenë në vitin 2022, me matë ndikimin që e ka pas një përvojë në origjinal në ecurinë jetësore edhe profesionale. Sepse këte e bëjnë programe tjera të ngjashme me të cilat ne kemi bashkëpunuar dhe prej cilave origjinalin e kemi marrë si shembull. Ne kemi bërë gjithashtu një estimation, një vlerësim ekonomik të impaktit që e ka pas programi në ekonominë e Kosovës dhe Shqipërisë. 235 pjesëmarrës i kanë pas gjitha kostet e mbuluara, mirë po me ato kostet e mbuluara impakti është trefishu në aspektin ekonomik. 1.5 milion është mbi 1.5 milion është vlera e vlerësume, edhe qysh matët kjo është prej shpenzimeve që ata i bojnë gjatë programit, shpenzimeve që ata i bojnë pas programit, se shumica nuk kthehen ditën e fundit, vazhdojnë edhe një javë, shpenzime që ata i bojnë në shpeshtësinë e vizitave pas programit, edhe shpenzime që i bojnë duke i sjell miqtë e tyre jo shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri, në vendet që i kanë vizitu. Tash, secili prej pjesëmarrësve është një lloj tour guide në vete, sepse i vizitojnë mbi sa janë 2-13 qytete, 50 lokacione, edhe krijojnë njohje dhe rrjetëzim me gjithë ata njerëz që i takojnë gjatë udhëtimit. Edhe në rrjetet sociale gjithashtu kemi pas një sukses të theksuar. E ndikim të nivelit alomat të lartë, përveç numrave dhe rezultateve që ne i kemi bërë përmes studimeve, 3 alumnaj të programit janë zhvendosur me jetu në Kosovë dhe në Shqipëri. Dy prej tyre në Kosovë, një në Shqipëri edhe në Shkodër ato. Edhe këta, nuk po them që origjinali ka qenë ndoshta arsyeja pse i ka bërë këta mu kthy, po origjinali ka kontribu shumë në vendimin e tyre për me u kthy, po e them unë kushtimisht, po ata kur s'kan jetu ma herën në Kosovë në Shqipëri, është një lloj zhvendosje, edhe ata vazhdojnë me jetu prej ma shumë se një viti në Prishtinë edhe në Shkodër. 48 prej 235 janë të angazhuar me organizata lokale. Kanë kriju raporte direkte. Edhe përmes këtij angazhimi kanë realizuar mbi 460 orë punë vullnetare për organizata edhe kompani të ndryshme që merren me social enterprise ose fusha të tjera. Disa pat në video edhe pak punën vullnetare që e bojnë. E tash këtu disa dhëna rreth aplikimeve, shtrirjes gjeografike të programit, edhe pastaj jemi të lirë me shku për darkë. Përqindja e aplikimeve sipas shtete dominon Shtetet e Bashkuara, Gjermania. Në total i kemi 25 shtete, prej cilët janë alumni, e 27 shtete prej cilave kemi aplikime. Që kjo e tregon pak a shumë edhe shtrirjen e diasporës së unë për botë. Nëse e kishim boni analogji me Oktapodin, na i kemi 27 tentakula në glob, përmes cilave mundemi me ndiku në shumë fusha në gjitha këto shtete. Rreth origjinës së aplikuesve,
paka shumë nga gjitha trojet shqiptare, një lloj balanci mes Kosovës dhe Shqipërisë, që e tregon gjithashtu edhe nivelin ose karakterin gjithkombëtar që e ka programi. Cila është një kosto për një pjesëmarrës? Këto po du m'ja u tregu sipas juve, nuk ju ftoj me mbështet, ju vendoseni vetë. Ne e mbulojmë çdo gjë prej aeroportit deri në aeroport, kostoja mesatare për një pjesëmarrë është 2.000 euro, ku përfshihen gjitha këto shpenzime. Si e realizojmë financimin për program? Që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme me e kuptu politikbërësit në Kosovë dhe në Shqipëri. Se ju në diasporë nuk ka nevojë fort me e kuptu. Donator privat edhe fushata filantropike e mbulojnë 80% të kosteve. Edhe kjo realizohet përmes donacioneve private të njerëzve në diasporë. I kemi disa që ja vlen me u përmend sepse kanë kontribu shumë të mëdhaja. Shumica janë prej Amerikës. Mirë po, do me thënë, 4/5 e programit financohet nga vetë diaspora. Edhe gjithë këta financues e shohin këto jo si një donacion, por si një investim për të ardhmen. Asnjëri prej këtyre nuk ka ndaj lidhje personale me programin. Arsyeja pse e mbështesin është se e shohin si një investim për të ardhmen e gjeneratave të reja dhe lidhjen e tyre me origjinën. 15% kemi mbështetje nga institucionet lokale. Shumica e kësaj mbështetje vjen në formë të shërbimeve. Brenda kësaj 15% që futet edhe mbështetja që e marrin prej GIZ-it, kështu që institucionet lokale nuk janë shumë mirë të përfaqësuara as këtu. Dhe 5% që është shumë shifër e vogël, po jashtëzakonisht e rëndësishme për nga natyra, vjen prej alumni. Shumica e alumni kanë filluar me dhuru shuma të vogla pas programit. Edhe një pjesë e tyre në fillim e kemi pas një lloj depozite për me siguru vendin kush është përzgjedh. Shumica e tyre atë depozit nuk e kanë tërheq pasi që ka përfunduar programi. Kështu që kjo është një element shumë i rëndësishëm për me e kuptu edhe atë nxitjen e dhurimit ose kontributit në komunitet që e ngjall programit tek pjesëmarrësit. Cili është plani ynë edhe vizioni ynë për 3 vitet e ardhshme? 235 i kemi deri tash, edhe 30 vinë pas 10 ditësh, bëhen 265, afër 300. Synojmë deri në 2028 në total me i bon 1.000 alumni, të cilët kanë përjetu paka shumë të njëjta gjana në 25 kohorta. Kështu që kur ta organizojmë Diaspora Flet 2028 në Gjermani, që kjo sallë veç me original alumni mushët. Edhe gjithashtu po synojmë e ndërtu një infrastrukturë të alumni engagement ose network në një lloj web aplikacioni ku gjithë alumni regjistrohen, edhe dikush që është në Gjermani mundet me pa kush janë të tjerë që kanë shku përmes programit në Gjermani, ose edhe me lokacione kështu më specifike në qytete. Original në Evropë është i shtrim në gjitha këto shtete që po i shihni këtu, në Shtetet e Bashkuara në gjitha këto shtete që po i shihni këtu, edhe në botë në gjitha këto shtete që i shihni këtu. Këtu mundet me qenë kurioza i vendi në Afrikë, është bregu i Fildisht, edhe çuditërisht ose jo, e kemi pas një aplikim aty prej një vajze të një familje shqiptare që ka emigru para 7-18 viteve përmes një misioni të Kombeve të Bashkuara, edhe jeton alo atje. Neve na kanë ndihmuar me shtri gjeografin, por edhe ndikimin që e kemi pas atje. Për herë të parë në grupin e nëntorit e kemi një pjesëmarrës që vjen nga Australia. Faleminderit shumë, ju ftoj me e shpërnda sa më shumë një program të tillë që synon me i lidh brezat e ri të diasporës me origjinën dhe identitetin tonë. Ndoshta i kisha ftu krejt original alumni që janë në sallë, le të dalin skenë, edhe prej këtu e bëjmë një foto dhe vazhdojmë me darkën. Faleminderit.